Modelja e platformave për të rritur, Summer Robert ka rrëfyer vështirësitë që po përjeton në jetën sentimentale, pavarësisht famës dhe suksesit financiar. Ajo thot se gjoksi i saj i madh i shkaktuar nga një gjendje e rrallë e quajtur makromasti ka ndikuar në mënyrën se si burrat e shohin dhe i afrohen. Sipas Summer, shumica e meshkujve fokusohen vetëm te pamja fizike dhe jo te personaliteti i saj. Shumica e mesazheve kanë të bëjnë vetëm me gjoksin tim. Askush nuk pyet si jam apo nuk përpiqet të më njohë si person, ka thënë ajo. Modelja tregon se edhe në aplikacionet e njojeve, shumë biseda kthehen shpejt në tema seksuale dhe rrallëherë përfundojnë në një lidhje të vërtetë. Ajo ka treguar se një takim i fundit përfundoi keq, pasi personi me të cilin doli i propozoi të shkonin në shtëpi për të realizuar përmbajtje për të rritur. Pavarësisht imazhit të saj publik, Summer thot se dëshira e saj është të gjejë një partner të sinqertë dhe të krijojë një familje. Dua një bashkëshort dhe një marrëdhënie të vërtetë, të mbushur me dashuri, është shprehur ajo.